Ndryshimet e vitit 2024. Le ta mbaj shënim kush e dëgjon. Në atë ligj u përdorën pa pushim, dhe vazhdojnë, si benzinë, për zjarrin e protestës nga individ me agjendat e tyre politike, përfshirë dhe disa eurodeputet, që në rastin më të mirë nuk e kanë lexuar fare çfarë kemi ndryshuar, ndërsa në rastin më të keq kanë dashur ta besojnë rolin e viktimave të imperializmit amerikan. Por e vërteta është se ato ndryshime janë bërë në përputhje me direktivën europiane. Dhe fatmirësisht, nuk është këtu fjala ime kundër fjalës së atyre që mendojnë ndryshe, po ka një proces në zbatim të kalendarit negociatave, ku do skanohen një për një me Komisionin Evropian për ta përputhur krejt atë ligj 100% me direktivën e BE-s edhe ato ndryshime. Kështu që ky konflikt i stisur do zgjidhet për bukuri në rrugën e negociatave, ku nuk kalon asgjë pa miratimin e Komisionit. Tani, le të ngrej dorë një vetëm këtu, në këtë sallë, jashtë mureve të kësaj salle, kudo në Shqipëri, apo jashtë kufive të Shqipërisë, dhe të thotë, po unë e kisha imagjinuar, në kohën e koreve shurdhuse të sharrave elektrike dhe atyre shkulmuese të çifteve shfarose, se do vinte një ditë kur po në të njëjtin bulevard, ku në atë kohë sharrash dhe çiftesh protestuesit vriteshin si shpendët e lagunave me plumba nga dritaret e kryeministrisë, do vërshonte një protestë masive qytetare për fatin e biodiversitetit të një lagune të vendit. Por ja që nëse do ta shtrëngonin me zor dikë që t'i theshim po mirë më dakord, parafituroje kur mund vijë ajo ditë, nuk ka shans që të thoshte se ajo ditë do të vinte kaq shpejt. Dhe Shqipëria, ku deri dje natyra dhe popullsia e speceve të saj ishte preja e pambrojtur e njeriu të lëshuar nga çdo zinxhir etik, moral dhe ligjor në raport me nënën natyrë, u bë vendi i një proteste popullore që mori si shkak një zog dhe një lagun. Jo vetëm kaq, po për ta mbrojtur zogun dhe lagunën nga unë dhe nga ju, që biodiversitetit i kemi kthyer për kushtimin e ekzekutivit dhe të legjislativit me rezultate as pak modeste. Mos mirënjohje, asnjë mënyrë jo. Edhe këtu, Chelsea, na jep ai që e kuptoj shumë herët, dhe shumë më qartë se shumë tjerë, Tocqueville prap. Pakënaqësia nuk rritet thjesht në një realitet ku njerëzit e kanë humbur shpresën, por rritet mbi të gjitha aty ku shpresa është rritur më shpejt se realiteti. Sepse kur një shoqëri bindet nga vetë fakti se ndryshimi po ndodh, duke e prekur me sy që ndryshimi është i mundur, çdo gjë që ende nuk ka ndryshuar i duket e padurueshme. Bulevardi Flamingove është prova më shëmbullore se shqiptarët nuk e krahasojnë më Shqipërinë me vendin e mungesave nga ku ne të gjithë bashku u nisëm me bekimin e tyre, po me vendin e mundësive ku ata mezi presin të mbrin. Prandaj, nuk na vlerësojnë më, vetëm për çfarë kemi ndryshuar,
Madje, si kur duan të harrojnë, edhe atë që e mbajnë mend akoma, sepse janë të përqendruar të na gjykojnë gjithnjë dhe me më pak mëshirë për gjithçka që pikërisht sepse pan sa shumë mund ndryshoj, nuk pranojnë dot të mbetet siç ishte. Prandaj, shok dhe shoqe, udhkryqi për cilin kam folur edhe më parë, po as jam kuptuar si duhet, as kam qenë në gjendje ta perceptoj sa duhet përpara se ta shikoja veten te pasqyra e bulevardit të Flamingove, është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesave. Ne dhe askush tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë pa pritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa ne. Dhe ka të drejtë. Ka të drejtë. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte, që na e tregoi bulevardi i Flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje, sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezik je.